Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion. Do qëndrojmë në vijim së bashku për bisedat e ditës së sotme, ku do të kemi edhe të ftuarit tanë në studio. Në pjesën e parë të MCN Informacion do të ndalim, do të flasim për politikë, gjithashtu të flasim për skandalet korruptive të qeverisë, siç është Akshi dhe së fundmi Durana Park. Do të komentojmë gjithashtu edhe aksionin opozitar dhe protestën e thritur nga opozita në 24 janar, por do të flasim gjithashtu edhe për akuzat dhe dosje ndaj ish presidentit dhe presidentit Partisë Lirisë Ilir Meta. Në studio me mua për të biseduar është bashkuar avokati Gylsen Zhllima. Avokat, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe kolegu Mariglen Kume Kneci. Avokate, nisim së bashku, sot ju patët një konferencë për mediat në lidhje me çështjen gjyqësore të zotit Meta. Ju thatë se ndaj tij ka një proces eliminimi politik. Pse mendoni kështu dhe cilat janë fakte që ju keni? Ashtu siç kam folur vazhdimisht tek ju për çdo temë me dokumenta dhe me akte shkresore, kështu do të flas edhe sot, duke parashtruar tek opinioni publik që në 2018 ishte regjistruar një kallëzim penal te krimet e rënda në formimin e SPAK-ut në 2019-20, procedimi u regjistruar 55/2019. Në vijim, para se zoti Meta më duket pasi zoti Meta bëhet president republike, vazhdojnë deri në 2022 disa kallëzime penale, 122, 165 e me radhë. Këto të gjitha kallëzimet penale merren dhe kumbullohen në një tek procedimi penal numër 55/2019. Në 2024, në 10/6/2024, zoti Meta regjistroi tek libri e atributeve të veprës penale. Dhe në fund të pothuajse në fund të muajit tetor, në 21 tetor, zoti Meta shkon përpara gjykatësit për të njohur me masën e sigurisë. Në rast se do ta marrim nga fillimi, pra në 2017 deri në 2022, është kallëzimi i parë që përfshin zotin Meta, përfshin zotin Berisha, përfshin dhe funksionar të tjerë publik, por SPAK-u desh të marrë vetëm zotin Meta lidhur me aferën e ashtu quajtur Qez dia privatizimi e të gjitha këto, duke i vendosur sikur zoti Meta është personi që organizoi, skenoi të gjitha këto afera. E vërteta është që kjo nuk përbën lajm të fundit, për shkak se kemi parë gjithë këto vite që individ të caktuar të cilët kanë marrë rolin e kallëzuesit, kanë kallëzuar dhe çuditërisht po këta kallëzues që në 2018 dhe 2022 vazhdimisht donin të eliminonin politikisht zotin Meta. Kjo gjë nuk ka arritur të them vërtetën, sepse duke parë historikun e presidentëve të mëparshëm, zoti Topi, një pensionist në politik, zoti Mediu, zoti Alfred Mojsiu, edhe ai pensionist në politik, ndërsa zoti Meta duke dal nga presidenca në 2022, ai organizon dhe themelon një parti ose një emër të ri, Partia e Lirisë, dhe në fund fare në zgjedhjet e 11 maj fitoi 4 deputet me aleancë me Partinë Demokratike, edhe formoi edhe një grup parlamentar. Pra, insistimi për të bleksur apo të vendosur zotin Meta në pozitat procedurale, penale, për ta penguar politikisht dhe ta izoloj politikisht në paraburgim, për mendimin e mbrojtjes mua dhe zotit Cakrani, kanë dështuar. Përveç këtij fakti, ne kemi paraqitur sot tek opinioni publik se si rasti zotit Kastrioti Ismailaj, vendimi i gjykatës së lartë nuk përfshin as në një rresht, në asnjë paragraf emrin e zotit Ilir Metaj, si në cilësinë e ministrit, zëvendës kryeministrit apo deputet të Republikës Shqipërisë. Ky nuk është një dokument që kam unë, e ka gjykata e lartë, e ka gjykuar dhe përveç kësaj ka dalë në vendimarrje duke akuzuar vetëm zotin Kastrioti Ismailaj dhe duke mos përfshirë zotin Meta për shkak se s'kishte se si të përfshihej. Përveç kësaj, për ata të cilët kanë bërë kallëzime penale duke thënë që zoti Meta ka 800.000 ton flori, 800 milion lek, edhe offshore në çdo vend të botës, kjo dosje këtu tregon qartësi që zoti Meta nuk ka asgjë jashtë Republikës Shqipërisë. Çfarë të ardhurash ka, ne kemi bërë një ekspertim nga 1993 në vazhdim, dhe SPAK-u ka marrë vetëm si referencë 2002 në vazhdim. Pra, e kuptoni se çfarë donte të bënte SPAK-u të organizoj një pikpyetje me të ardhurat e zotit Meta. Po ashtu, tek fjalia që doja me parashtruar përpara për rastin e operacioneve të tij plastike ose operacionet të tij shëndetësore, sepse
çfarë kemi dëgjuar shumë gjëra, nga më të çuditshme, vetë deklarimi i 2015-ës dhe vitet më parshme tregojnë që çdo operacion që mund të jetë nështruar zoti Meta kushton 8.000 euro dhe nuk kushton $80.000 ose 800.000 euro ose 80.000 ton flori e shumë gjëra të tjera. Pra këto të dyja faktojnë qartazi që zoti Meta nuk është përfshirë kur në aferën Qez Dia dhe shumë gjëra të tjera. E qartë. Ndërkohë, Mariglen, kërkohet është një proces për kërkimin për eliminimin politik të zotit Meta, thot avokati. Në fakt, kush po kërkon ta eliminoj politikisht zotin Meta? Partia ti duhet thënë është kurrur mjaft edhe në zgjedhjet e 11 majit, dukej kurrja që kishte, pra e përkthyer ndryshe nuk përbën ndonjë kërcënim. Eliminimi politik u pa që në momentin kur u vendosë president. Pra, qëllimi ishte që në momentin që u vendos president i Republikës, në mandatin 5 vjeçar, të qëndronte dhe më pas supozoj që të ndodhte, pra, po them, largimi i tij. Se pikërisht prandaj e vendosën në president, sepse presidenti sot, me sipas kompetencave që ka po themi kështu çelsat e kashtës, për ta bëjmë sa më thjesht. Pavarësisht se zoti Meta kur ishte në atë institucion i dha një lloj peshe që tani është vite dritë larg me këtë presidentin që kemi, megjithatë për Metën, për aktivitetin e tij politik që ka pasur, vendosja në presidencë ishte një lloj eliminimi politik që ashtu. Ndërsa sa i përket akuzave ose çështjeve gjyqësore, unë do t'i mbetem deri në fund që të presin, po them, ezaurimin e procesit gjyqësor, sepse në formim nuk është se jam jurist që të arrit ta bëj analizën ose interpretimin e ligjit, siç mund ta bëjnë gjyqtarët e GKK-s apo prokurorët të cilët ngrejnë akuzën. Duke qenë se është në proces, se mbetet për të parë nëse ka vërtet se mund të kemi, se avokati këtu ka vetëm, po them, mbrojtjen, po mund të ketë prova të reja, dëshmi të reja në base që prokurorët... Zoti Meta është arrestuar në vitin 2024, në 21 tetor, për akuzat e korrupsionit, pastrimit parave dhe mosdeklarimit të pasurisë. Po. Ka diku 15 muaj që është në paraburgim, 15 muaj që është në paraburgim, avokati ka rolin mbrojtës, avokatët pa tjetër që kuptohen. Po, janë në punën e tyre. Po them, mbetet për të parë se çfarë kanë prokurorët në dosje, se çfarë kanë gjetur ata, se prokurorët, avokatët mund thonë që nuk qëndron asnjë nga këto, por të dhënat të cilë mund të kemë përfituar ata, qoftë nga dëshmit, qoftë nga analiza e dokumentacioneve, apo të gjitha mund të nxjerrin që të konfirmohet akuza e prokurorëve. Prandaj duhet që të kemi një, po them, vendim ose që të procesi gjyqësor të nisi dhe të kemi një vendim për këtë pjesën. Pastaj, nëse analizojmë pjesën tjetër, mënyrën si u arrestua të tjera me radhë, a kishte element politik, pa tjetër që kishte, sepse në vetë për imazhin e një shteti nuk mund të arrestosh në atë tillë mënyre, domethënë një ish president, ish kryeministër, e gjitha me radhë që i ka pasur gjitha funksionet, ish kryetar kuvendit që i ka pasur 3 nga funksionet më të larta të shtetit tonë. Kështu që për respekt të vetë shtetit mund të ishte gjetur një mënyrë tjetër se si do të ekzekutoj, po themi, kërkesa e prokurorisë apo kuta dion. Sa i përket fakteve dhe provave, kjo mbetet për të parë. Ajo çfarë mund të themi, ose që qoftë ngrihet edhe në pyetje politikisht, këtu është që çështja e përbashkët halli me drejtësinë duket se po çon në një mendje sërish Ilir Metën dhe Erion Veliajn, sepse po artikulojnë në publik, po mbrohen me një shkrim të Jeruzalem Postit në Mosgaboj që ngrinte pra pretendime në lidhje me këtë. S'kam djeni çfarë bëhet fjalë, por... A mund ketë një aleancë mes të dyve, avokat? Jo, nuk besoj se ka aleancë, por unë atë që duhet them për deklarimet, unë këtu kam për arsye të sekretet timor, unë isoj edhe për me pak, këto janë deklarimet të cilët kanë dhënë të gjithë kallëzuesit, të gjithë ato të cilët janë pyetur, dhe ajo që unë po ju them në aspektin e përgjithshëm, Kastrioti Ismailej shumë korrekt me deklarimet e tij,
aty që ne shikojmë mos përputhje me njëra tjetrën është midis Elvis Matajt dhe kallëzuesit të parë të QSD-ja, ka mos përputhje me njëri tjetrën dhe përveç kësaj dosja në Vjenë e djeg kallëzuesin edhe vetë Elvis Matajn në kallëzimet e tij duke përfshirë individ të tjerë dhe jo zotin Metaj. Prandaj them që në momentin kur ta hapen këto, sapo të shkojmë në seancën e themelit, do jem i pari i cili do ju asjell këtu edhe ta publikojmë dhe pastaj të shikojmë në rast se kemi të bëjmë me një proces të rregull apo kemi të bëjmë me ndjekjen penale politike e cila filloi me rastin e zotit Dumani që sulmoi zotin Meta duke arrestuar në atë formë. Për sa i përket pjesës aleancës së zotit Veliaj me zotin Meta, unë mendoj se nuk ka, sepse zoti Meta ka qenë personi i cili ka normuar me votat e tij reformën në drejtësi, po në një reformë tjetër sipas mendimit të tij. Ndërsa zoti Velie, përsa ai sa e maj mend, i thoshte koleg, pra i lavdronte dhe jam gëzuar thoshte ai që Partia Socialiste ka një iniciativë kaq shumë të madhe, tani ku futet Timburg, tani u kujtove. Pra, ndërsa zoti Meta në momentin sapo pa që reforma në drejtësi po devionte linjës së saj ashtu siç ishte normuar dhe vetë rënë dakord ambasadorët europian dhe amerikanë dhe aktorët politik, pastaj pam që në rastin e zotit Meta, një president i cili në fund fare ka çuar është i vetmi president që ka çuar kryeministrin e vendit në gjykatën kushtetuese në shumë raste të ndryshme. Pra do të thotë në aspektin e eliminimit politik, tu kuptohet qartësi, sepse në rast se ne do të themi që zoti Dumani ishte i drejtë në aspektin e ndjekjes penale, ai pse duhet të mbante një kallëzim penal të regjistruar që në 2018-ën, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dhe 2024 të bënte një aksion të tillë përpara qytetarëve shqiptar, ku ndërkohë këto prova që unë ju citoj këtu dhe te këtu duhet të keni parasysh që ndodhen po të njëjtat prova. Pra do të thotë, kur filloi zoti Kraja të bënte hetimet 2021-shin, filloi zoti Dumani 2022-shin, 2023-shin kemi nga të njëjtat institucione që japin të njëjtat përgjigje. Pra do të thotë, pse kjo dosje duhet kishte zvarritur me kohë dhe pse nuk duhet kishte marrë sapo zoti Meta të kishte përfunduar mandatin e presidentit, po kishte prova ashtu siç mendon prokuroria, ta arrestonte dhe ta bënte model. Pra, në momentin kur panë që nuk kishin prova, po erdhi momenti që pati një konflikt, jemi realist tani, zoti Meta me zotin Dumani, zoti Dumani nga nxitimi dhe nga inati shkon edhe arreston. Sa kështu quhet. Ndërkohë avokat, pse po zgjatet kaq shumë nisja e seancave? Po mund të kishte mas disiplinore nga inspektori i lartë i drejtësisë dhe jo, se llogaritas njëri, mbaroje, nuk e llogarit i lëdën, se llogarit asnjëri. Por unë duhet të them diçka tjetër, të kemi te pjesa e pezullimit. Kam thënë para jush edhe për rastin e zotit Berisha dhe zotit Meta. Akuzohen për të njëjtat vepra penale, shkalla e dënimit është e njëjta, zoti Berisha dhe të gjithë të akuzuar të tjerë janë detyrim paraqitje, i vetmi që është arrest në burg dhe pezullohen në fakt të parabugimit, jo për shkakun e tij, jo për shkakun e mbrojtjes, po për shkak se zonja Kryemalli është detyrim paraqitje, Xhixho është detyrim paraqitje, Fatimia Kryemalli ish vjerë e zotit Meta është pa mas sigurie. Pra, kur ti ke një akuzë ose ke akuze që për të gjithë të bashkëpandehur janë të rënda, se ka mundësi që zoti Meta është në burg dhe ndërkohë, nga këto deklarime që ju kam sjell këtu, asnjëri prej tyre, si të paktën të kishte shpifur, të kishte thonë, zoti Meta më çoi bodyguardët e tij ku ishte president republike, dhe ta kemi fakt konkret, po thjesht zoti Kraja dhe zoti Klapi dalin aty dhe thënë ne kemi indicit që ai mund të prishi prova. Po si do t'i prishi prova? Duke fry ajri dhe prishën provat? Pra do të thotë që edhe vetë organi procedues, çfarë është ndjekja penale? Pra bën ndjekje penale. Ne çfarë kërkojmë? Drejtësia të vinë në nivelin e duhur. E qartë, avokat, tani pse nuk po nisin seanca gjyqësore? Pse nuk po nisin? Se nuk është fare jonë. Tani ju intereson dhe ju si avokat kjo? Jo, nuk na intereson, sepse ne duhet të po mua nuk më intereson sepse unë dua të vite ty dhe t'i hap këtu përpara. Të i kalojnë afatet e gjykimit. Nuk kanë asnjë fare, nuk kanë fare lidhje me ne. Nuk ka fare, ju mendoni se do përfitojmë ne në aspekti procedurial, si ka përfituar të tjerë. Dhe këta që janë të ajo të godina aty që shikon, ka shpëtuar njerëz me procedurë. Këta, që bën aty reformistët e rejtë të cilët do të sjellin drejtësinë në Shqipëri. Pra, duke qenë në këtë situatë këtu, unë kërkoj që patjetër të zhvillohet sa më shpejt seanca dhe të dalin në një vendimarrje seanca gjykatës paraprake. Por, ajo që është po e çuditshme, si ka mundësi që të zoti Meta Irena Gjoka dhe të zoti Berisha Irena Gjoka? Çfarë ka prishur aty ai shorti aty elektronik? S'është e çuditshme kjo?
Sepse nuk mundet, edhe të zoti Hameta edhe zonja Gjoka është aty drejtuese mos gaboj e seancës. Pra, në të treja raste dhe të gërdecesh zonja Irena Gjoka. Po si ka mundësi të gjithë këta, ky shorti i kalbër, ky i mirë i reformuar short, që ka i reformuar në aspektin dhe investuar nga të huajt, bjen vetëm të Irena Gjoka. Pra do të thotë që këtu diçka nuk shkon mirë. Dhe po si kjo dosje në masën fidestare bjen të Erion Çela, i cili nesër mund të pezulloj dhe zotin për mos televizor. Pra, e kupton në cilën situatë jemi. Jemi në një situatë që faktet flasin vetë, eliminimi politik i zotit Meta ishte në tentativë, nuk u arrit në 11 maj të shkrinin Partinë e Lirisë dhe zotin Meta politikisht. Dhe ajo që i bëhet zotit Meta sot, çfarë është një gjyq publik nga disa analistë të cilët nuk pranojnë dialog. Pra do të thotë që ata të cilët duan të flasin për zotin Meta, të naftojnë, shkojmë ne aty dhe i themi ashtu siç duhet. Pra, këto dosje ti mban ke vetëm si fasad, nuk tregon asgjë. Jo, po nuk jap do të janë sekretet timor, nuk jap tani. A këto do t'i japin në momentin e duhur. Jo, po i hap sepse njerëzit se duket sikur na bën presion psikologjik me këto që jo, është e vërtet kjo, do të them të vërtetën. Njerëzit mendojnë sikur për zotin Meta bëhet një mbrojtje që thjesht për të pastruar apo për jo, zoti Meta do të bëjë një proces të rregullt ligjor, këtë na thot. Nuk përfitojmë as nga procedurat dhe as nga ato që thënë analistë të djathtas majtas duke thënë për Flori, për offshore. Në rast se zotit Meta do të gjeni të paktën një offshore, lajmi i fundit nuk do ishte Balluku apo Akshi, do ishte Meta. Pra, në rastin konkret, ju shikoni qartazi që ne si mbrojtja, unë edhe zoti Kujtim Cakani, dolëm dhe thamë, çfarë? Pasi pam që Spaku në analizën e të ardhurva kishte vendosur një punojës të vetit të vendosur të bëjë një raport për një të pandehur. Si ka mundësi një organ i cili është i ndjekjes penale vendos një punojës të brendshëm për të bërë inventarin financiar deputet, ministër, zëvendës kryeministër, kryetar. Po nuk ka të bëj, jo se ti do bësh në një gjë, jo ti, po kur je në një procedurë të tillë do bësh diçka kundër punëdhënësit të dhe kur ka ai efori të madhe për të bërë namin edhe për të bërë dumani historia e Shqipërisë, ka dhe një diçka. Flasim edhe për tema të tjera, avokat, se... Pra, kush do të bëj debat, mund të më ftoj, këtu jemi, dhe unë nuk pranoj të bëj monolog. Me debat pa tjetër. Me debat me këto dosje, Mariglen. Flasim edhe për një çështje tjetër, është një aferë korruptive e qeverisë pas Akshit del në Paj dhe Durana Park. Çfarë di më shumë rreth kësaj afere, Mariglen, cilat janë personat e përfshirë? Shko, janë të njëjtët aktorë që ishin edhe tek skandali i dosjes së Akshit. Pra është po Ermal Beqiri, i cili këtu ka krijuar shoqatën ACTI dhe me këtë shoqatën, përmes qeverisë, një vendimi të qeverisë, është dhënë zonë lirë ekonomike në Xhavzotaj, ku është bërë parku teknologjik në Letra. Me këtë park i jepet mundësia, domethënë për lehtësi fiskale me politiken në makrogjoja për të stimuluar fushën e teknologjisë e informacionit, pra biznesin në këtë aspekt për të qenë një vend thithës i inovacionit. Por çfarë ndodh? Janë të njëjtët aktorë. Pra përfshihet edhe zonja Elira Kokona, që është në Agjencinë e Korporatave të Investimeve shqiptare, dhe janë të njëjtët aktorë. Ermal Beqiri regjistron emrat apo kompanitë të cilat bashkëpunojnë me ta, po për të regjistruar aty është ndarë me fasha. Platinium, silver, e tjera më lartë, sa më lartë, sa më të veçantë ta kishe spaletën, aq më shumë paguaja dhe duke paguar në atë shoqat, kishe pastaj aksese për të u futur pjesë në tendra. Zoti Berisha ditën e sotme ka bërë një denoncim në fakt tjetër në vazhdën e denoncimeve sa i përket çështjes së Durana. Ai thotë që personi i cilin kemi në pas krave, pra që ishte Ermal Beqiri, është thjesht një prestanome i Armand Frangut, pra personi i cili menaxhon, po them, kompanitë
qëndron para në publik, po themi kështu, për menaxhuar parat ose kompanitë e Armand Frangut, i cili është baxhanaku kryeministrit e Rama, dhe kjo është krijuar, kjo Durana është krijuar si një park teknologjik për evazion fiskal dhe për të menaxhuar parat që qarkullonte përmes tendrave Akshi, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacioneve. Janë 50 kompani të regjistruara atje dhe aty diktoi, domethënë nëse do kishte një tender mbas një muaj, diskutoi një herë aty te ky këshilli i ACTI-s, po, dhe pastaj i vendosej se kush do e merrte. Në bazë të kësaj vendoseshin edhe detajet teknike të tenderit, bazuar në specifikimet që kishte kompania në fjalë që do ta merrte. Kjo ishte, po them kështu, në vija të trasha që edhe mund të kuptohet në fund. Menaxhohen miliona euro para nga buxheti shqiptar, pa garë, me fitues të paracaktuar dhe me dëm ekonomik kolosal. Dhe e tjetra është që, sipas denoncimit, që një nga këto kompanit të zotit Berisha, një nga këto kompanit që ishte te Durana, që ishte pjesë e këtij rrjetit me Ermal Beqirin këto, kishte sistemin financiar të ujësjellës kanalizimit Durrës dhe ka pas denoncime dhe skandale që dublikoheshin faturat, pra vjedheshin edhe në një formë mënyre, edhe në një mënyrë tjetër qytetarët e Durrësit të cilit paguanin këto fatura. E qartë, ndërkohë, avokat, pra Ermal Beqiri, Agasi, Korporata Investimeve Shqiptare e kishte në përgjithësi e drejtuar nga Gjergji Tau, por edhe emra të tjerë, Ariola Koromani, Naciko, të gjithë të lidhur së bashku në të dyja këto afera. Si është bërë mundur kjo? Pra si e kanë shtrirë dorën, ta themi, në gjuhën shumë të thjesht të Durana Park? Te kjo aferë më duket se nuk kemi ma sigurie dhe nuk kemi regjistrim procedimi penal, mos gaboj. Kemi thjesht një denoncim të zoti Ahmetaj, i cili doli publikisht dhe tha, sipas ligjit, këto ndërtesa, pra ky projekt duhet të ishte fizikisht i ndodhur në Qafzota e Mosgaboj. Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë një reagim nga ana e Spakut. Çfarë do të thotë që Spaku nuk reagon, kur ndërkohë duhet në kushtet e flagrancës, kur kemi të bëjmë me fakte konkrete të cilët dalen, të paktën duhet shkonte të rrethonte vendin e ngjarjes dhe të thonte që konkretisht që unë bëj një sekuestro për të më interesuar mua që të bëj hetimet dhe të vijuar hetimet. Nuk ka nevojë të marr as masa sigurie, se për shkak se disa prej tyre i pas kanë vendosur tek Akshi. Pak a shumë, ato çfarë nuk janë ekzekutuar, do të vazhdojnë pra masat e sigurisë për të tjerë të me radhë. Por, ajo që unë shikoj është kjo. Sipas informacioneve, në fakt, Spak i ka shtrirë tashmë hetimet edhe tek skandali i Duranës. Le t'i ketë të shtrirë, jam dakord me ju, por puna është të veproj, derisa do të veproj dhe të luftoj krimin organizuar dhe korrupsionin, sepse te kjo ngjarje këtu kemi diçka shumë të rëndë, që do të thotë, kur unë edhe ju detyrojmë të paguajmë taksa, të nesme në mblokojnë llogaritë bankare. Ndërsa ata, jo vetëm llogaritë bankare nuk i bllokohen, por ata janë në një situatë tjetër luksi. Tani, në rast se jeni në një situatë luksi, do të thotë që ke dhe një mbështetje politike. Dhe në rast se ke mbështetje politike, sigurisht që nuk do ta kesh nga Zoti, do ta kesh nga personi që e udhëheq vendin nga 2017 në vazhdim. Pra do të thotë që Zoti Rama në këto momente mban edhe një përgjegjësi politike për arsye se ai ka normuar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, atë që ne themi vendimet e Këshillit të Ministrave, përveç kësaj, por edhe ligje. Dhe këto gjëra sigurisht kërkojnë një llogaritje. Jo për debat thjesht për nevojën e debatit, por në parim, në politik mund të jetë ide e mirë, iniciative mirë kjo. Puna është të zbatimi pastaj, sepse, shumë dakord, duke qenë se teknologjia është një fushë e re, e cila ka një perspektivë të lartë, të madhe për të ardhmen, atëherë Shqipëria shumë mirë mund të bëhet një vend atraktiv, pra edhe për kompanitë të huaja që të vinë të zhvillojnë këtu këtë lloj biznesi, dhe në Shqipëri ka konkurrëshmëri, pastaj në Shqipëri ka mundësi punësimi shumë të mira, rroga shumë të mira dhe një mirëqenie shumë të mirë. Dakor, duke qenë se është një lloj biznesi i ri, një lloj në zhvillim, ti mund ta stimulosh, mund të kesh incentiva për ta stimuluar. Pra, dhe ky lloj parku në një farë mënyrë është një incentivë e tillë pra për ta bërë.
mënyra se si është zbatuar, pastaj këtu kemi po thuj se... Sipas denoncimeve që ka thënë zoti Ahmeti, janë 46 kompani cilët përfitonin pra të lidhura. 50 kompani të cilat janë regjistruar aty, nuk paguajnë taksa në shtet, po paguanin taksa se tarifa 100.000 euro në vit të atëse të kjo shoqata e Ermal Beqirit, sigurisht është një lloj takse është edhe kjo, kupton, paktën këtu do e pagunte në shtet, do i kthejnë në të mirë buxhetit dhe qytetarëve shqiptar, ndërsa aty është tek një individ. Megjithatë, unë them politiken te zbatimi, pastaj hajde analizojmë zbatimin se motamo është gati i njëjti grupi strukturuar kriminal i cili ka abuzuar, paracakton tendera, pra dhe bën të gjithë politiken e fshet të se kush përndan lekët. Po, tani duhet kemi parasysh diçka, të ndajmë politikën e zotit Rama dhe politikat shtetërore, sepse ka një diferencë. Tek politikat shtetërore, qytetarët shqiptar detyrohen të paguajnë taksa. Te politikat e zotit Rama kemi të bëjmë me strategji individuale të përfituar një grupi caktuar. Pra ka diferencë njëra me tjetrën. Që hiqen nga taksat shtetërore. Po tani, ky që paguan taksën është budalla, ky që s'paguan, pra se tani ka një disnivel këtu balance. Do tani, ne jemi budallia e ata janë të zgjuar, apo ata duhet të sjedhin të ardhurën në Republikën e Shqipërisë dhe të bëjnë pastrim parash. Tani do të bësh Zvicrën apo Çiprën në Shqipëri, edhe ndërkohë akuzon të tjerë që kanë bërë Zvicrën dhe Çiprën dhe s'ka. Pra do të thotë, diçka nuk po shkon. Dhe këtë gjë do kush do ta gjejë këtë? Do gjejë sigurisht ajo drejtësia që vetë zoti Rama ka thënë. Spaku, unë ngrita spakun, unë e bëra. Ti që ngrite spakun, pse jo mos të hetoj dhe ata të cilët ti i ke rreth vetës tënde? Sepse kjo godina që shikoni ju, mos gaboj, është akshi që rrethon kryeministrin. Avokati është e mundur që në dorën e kaq pak personave të jenë të përqendruara kaq shumë. Po, sepse ti kur ke mbështetje politike, sigurisht do kesh këto aksese. Dhe është e çuditshme që janë po të njëjtat persona të cilët ndryshojnë vetëm kompanit. Pra emrat e tyre. Dhe mos harroni një fakt tjetër, një kompani serioze që të vinë në Shqipëri nuk duhet shikoj vetëm a kemi drejtësi në këtë vend, se këtu është gabimi. Jo, ajo çfarë shikon? Sa konkurrent të tjerë ndërkombëtar kanë ardhur në Shqipëri? Kur ka ardhur një kompani tek mua, më ka bërë një pyetje dhe më ka kërkuar të bëj një analizë. Më thuajte, po erdha unë në Shqipëri, sa konkurrent kam dhe ata të cilët i kam konkurrent vendas janë certifikuar nga jashtë apo thjesht kanë vu tabelën aty dhe thjesht marrin lekët? Unë ngela, çfarë thotë ky? Dhe në fund fare, nxora analizën, tha jo, nuk futem unë në këtë treg, se e di që nesër vjen ai që ka pushtetin, çfarë do lloj natyre ekonomik, politik edhe kriminal, edhe ma zgjeson. Pra në fund fare, atë investim që do bëj unë tek vendi juaj, i bën do fus të punësuar 1000 veta dhe bie që unë do dal nuk do marrësh gjë mbrapsht. Mbrapsht. Pra do të thotë që e gjitha kjo që po bëhet është edhe një lojë akoma më e keqe për zhvillimin e ekonomisë. Çfarë? Në rast se ti don të kesh zhvillim ekonomik, ti hap vende pune që lekët që do marri punëmarrësi nga sigurimet shoqërore do shkojnë tek buxheti i shtetit. Këtu nuk kishe punëmarrës. Këtu kishe shtyp enter edhe ti ke bërë çdo gjë. Po nuk është kështu kjo jetë. Pra do të thotë që ti kur bën një plan dhe ke një strategji për një kompani, të paktën të duan disa punëmarrës, po jo punëmarrës thjesht figurativ, thjesht për të bërë unë sikur po bëj diçka. Prandaj duhet të them që në rast se ne do ta shikojmë në aspektin atë që duhet qytetar, llogaridhënie dhe transparence, dihet që fakti konkret nuk ekziston sipas ligjit, që vetë ligji është kërkues dhe i thotë këto gjëra, këto objekte duhet të bën fizikisht në vendin, pra aty në vendodhje, në rastin konkret nuk është, personat të cilët janë pajisur apo kanë të drejtë, janë pothuajse të njëjtët personë në një skandal tjetër. Edhe një herë po e them, nuk është se ne po e themi këtë gjë, është se pikërisht ata me njëri tjetrin ja bërin ngropën njëri tjetrit dhe doli ky skandal. Se në rast se nuk u prishje pazaret e njëri tjetrit, është e sigurt që ne do diskutonim sot sa e keq apo sa e mirë është opozita. Tjetër gjë, e qartë, do ta diskutojmë dhe këtë vetëm pas pak, avokat, mos mbetet merak edhe pjesa e opozitës. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion. Do të flasim tani më për aksionin opozitar, protesta 24 janarit, protest mbarkombëtare, kume. Si e keni parë këto protesta? Kështu ka deklaruar zoti Berisha. Po,
Është e vërtet, në datë 24 janar është thirrur protesta e radhës kombëtare e Partisë Demokratike kundër kryeministrit Edi Rama. Ditën e sotme pati një mbledhje me drejtuese politik, ka përfunduar vetëm para disa minutave dhe është caktuar të paktën ora që do të jetë më datën 24 janar në orën 17, pra që do të dalin përpara kryeministrisë për të kërkuar në një farë mënyrë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, një qeveri teknike që sipas tyre do t'i hap mundësi dy komisioneve të posaçme atit të reformës zgjedhore dhe reformës territoriale për të çuar përpara reforma dhe më pas të përgatiten për zgjedhje të parakohshme. Kjo është kërkesa e Partisë Demokratike. Megjithse, pra dhe në kuadër të kësaj po bën ato përgatitjet e veta Partia Demokratike, por paralelisht, Alda, duhet të them që Partia Demokratike ditën e sotme po ashtu ka diskutuar edhe sa i përket organizimit të brendshëm, pra që janë po ecin dy gjëra paralele, ku ditën e sotme është kërkuar që të rishohin listat e antarësisë, të hiqen ata të cilët kanë shkuar në parti tjera, të largohen ata të cilët janë në emigrim të përhershëm, po them, që kanë ikur nga Shqipëria, dhe të ketë një lloj rifreskim të listës antarësisë. Pra numra real. Se është e rëndësishme kjo? Kjo është e rëndësishme sepse tregon që ne gradualisht Partia Demokratike po futet në një proces zgjedhje të brendshme, sepse sigurisht e dim këto që janë në mars ose prill, kur duhet parë saktësisht kur e kanë në statut, dhe po përgatiten edhe për këtë proces. Kështu që nga njëra anë me, po themi, aksionin kundër kryeministrit Edi Rama, dhe nga ana tjetër me procesin e tyre. Një proces për cilin janë kritikuar se janë vonë dhe e kanë nisur procesin me vonesë dhe është kritikuar po ashtu zoti Berisha se nuk ka dhënë dorëheqjen sipas statutit pasi humbi në zgjedhjet e 1 Në fakt, ky proces është shumë i rëndësishëm se gjithë e komentojnë edhe analistët në studio që duhet ndryshojë Partia Demokratike për të bindur dhe skeptikët në popull, pra për t'ju dhënë një alternativë. Në fakt, çfarë duhet të ndryshojë vetë Partia Demokratike për t'i ulur këto zërat mosbesues? Partia Demokratike ka një sfidë shumë të madhe. Fitojnë besimin e qytetarëve. Pati një lloj... Dakor, po nga ku duhet ta nisë këtë ndryshim? Pati një lloj, po themi, po shkoj pak në 2021 kur që përplasja e Berishës me Lulzim Bashën. Erdhi Berisha me premtimin se Lul Basha ishte i shitur e të tjera me radhë. Bëri një betejë në tij, arriti të triumfonte përballë Lulzim Bashës, dhe në momentin deciziv ku po shkonin para zgjedhjeve, Partia Demokratike bën një marrëveshje me Partinë Socialiste për të bërë dy ndryshime në kodin zgjedhor, që ishin ndryshime, njëri ishte i rëndësishëm që e dëmtuan në mas Partinë Demokratike dhe Partia Demokratike u ka tandis në 50 mandate, do them, sepse me gjitha aleatet e vetë, kupton, me gjithë Partinë e Lirisë brenda e tjera me radhë, shkoi në 50 mandate, një numër shumë i ulët. Absolutisht, një nga faktorët që ka shkaktuar këtë, përveç ndryshimeve të njëanshme që bëri Rama në 2020, po them, kur pati mundësi për ta rregulluar pak, e prish edhe më tepër dhe krijoi këtë situatën ku jemi. Kështu që në këtë aspekt, Partia Demokratike ka sfidën për të fituar besimin e qytetarëve që e ka seriozisht përballjen me Partinë Socialiste dhe që kërkon të vinë në pushtet. Dhe që të vinë në pushtet duhet bërë disa analiza, pastaj arrin do të zoti Berisha që ta sjellin në pushtet. Vetë zoti Berisha me veprimet e tij në 11 maj, pra në fushatën e 11 majt, la të kuptoj se e kuptonte që nuk e mund të do të Ramën dhe as nuk bëri ato përpjekjet e mëdha për ta rrëzuar atë. Kështu që duhet nisi pikërisht nga këtu fillimisht gjëja. Me zotin Berisha, nuk jam që ai të largohet nga politika, të ikë apo të të zhduket krejt papritur. Pra jo për përjashtime. Po, krejt papritur, sepse ai ka pothuajse 400.000, 500.000 vota që kudo që shkon i merr me vete, i tërheq atë. Sigurisht është një numër shumë i madh që pa to Partia Demokratike as nuk vjen në pushtet, por edhe nuk bëhet, po themi, iniciatore për të
për të mundur Partinë Socialiste. Pra, duhet ky kapital, ky portofoli i votave dhe të shohim si të maksimalizojmë. A mundet të maksimalizojmë? Me Zotin Berisha të regoj 11 maj që ja se arritëm dot. Të provojnë diçka ndryshe, sepse tu janë fatet e shqiptarëve. Një veprim pozitiv i mirë që tentuan të bënin këtë tryezën me faktorët e opozitës dhe, po themi, njerëzit influent në opinionin publik. Partitë e reja nuk ju përgjigjen, treguan edhe një herë, po them në këndvështrimin tim, dritë shkurtësin, sepse kanë këtë paragjykimin, bashkohen, zbashkohen, kur dukshëm, duket sikur kanë atë hallin e karrigës së tyre. Ata mund të pretendojnë që janë të rinj, pra partitë e reja mund të pretendojnë që janë të rinj edhe kanë kohë, por qytetarëve, shqiptarëve po i ikën jeta kështu, se po shkon në 16 vite qeverisje mazhoranca, dhe përderisa e cilësojmë si të keqe, pra qeverisje të keqe dhe faktet e kanë treguar me dosjet e korrupsionit e tjera me radhë, është një qeverisje e keqe, atëherë duhet ndryshuar. Si duhet ndryshuar me kë? Do të shohem si duhet ndryshuar avokat. Kishte një tryezë, ashtu si tha edhe Marigleni, por që nuk ishin partitë e reja të vogla, dhe Themsheja e Lapaj, edhe sepse duket sikur ndajnë të njëjtën kaos. Si ke parë këto protesta e 24 janari që është rritur, se vazhdimisht ka patur foltore Partia Demokratike. Çfarë duhet ndryshoj dhe pse ende nuk po bind? Është shumë pozitive kur një parti politike proteston dhe data 24 sigurisht është një sinjal pozitiv, por ajo që unë duhet të ndaj me ju është kjo që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste po thuaj se janë 50 me 50, 500.000 vota, 500.000 vota tjetra në 11 maj, diferenca 350.000 për shkak të situatës që ne kemi parë dhe jemi bërë dëshmitar të disa akuzave të cilët ne po i shikojmë aktualisht që kanë ndodhur në zgjedhjet e 11 maj. Por duke qenë se të rinjtë në 11 maj nuk morën atë që duhet të marrin mesazhin e dur dhe të shikojnë përtej asaj që ne themi interesit individual, ne duhet të shikojmë si shoqëri që partitë e reja janë pothuajse partitë vjetra në mentalitet. Sepse kur ti vendos në fillimin e parë, jo nuk diskutoj me këtë sepse ky është i tillë, pra do të thotë ti paragjykon. Dhe ati tjetri lindet drejta që ai të paragjykojë ty. Se mund të thotë që i shërben Ramës. Pra kemi të bëjmë me një situatë që partitë e reja duhet kuptojnë që janë përballë një regjimi, ashtu siç edhe vetë citojnë. Pra unë nuk mund të kuptoj dot zotin Lapa, i cili ditë për ditë përballet me arrogancën e policisë së Partisë Socialiste, të thotë jemi përpara një regjimi, po unë me zotin Berisha nuk bashkohem. Më fal, në 11 maj të pëlqeu rezultati apo jo, ty partinë tënde të dha populli shqiptar një mandat. Nuk ishte faji i sistemit ashtu siç i themi të gjitha fajin e ka vetëm sistemi. Pra, faji është tek të gjithë, nuk është vetëm tek ai që e bën sistemin. Në rast se ti do të futesh në sistem, futu në sistem dhe fillo bën një sistem më të bukur që të intereson ty. Dhe ajo tjetër që unë shikoj tek zoti Shehaj është diçka që unë nuk e përjashtoj atë dhe nuk e paragjykoj dot, sepse për mua zoti Shehaj është në një pallat me Partinë Demokratike, thjesht ndajnë katet, po i bashkon një shkallë përbashkët. Kështu e mendoj zotin Shehaj. Pra, zoti Shehaj është pjesë e opozitës shqiptare. Ndërsa zoti Lapaj nuk ka rëndësi ka që janë në një pallat, vin nga i qendra e djathta. E qartë, opozitës si intereson që në këtë moment të jetë bashkuar. Ai është i bashkuar në aspektin, pra, zoti Shehaj bën një luftë drejt për drejtë me zotin Rama. Nuk është se bën një luftë si puna e zotit Lapa, i cili thotë të dy së bashku, ndërkohë aleati ti me votat e zotit Rama. E qartë, por nëse do të ishte bashkë me zotin Berisha, kjo luftë do të ishte më e fortë? Do ishte edhe më e fortë, do të thoja, dhe do të ishte edhe diçka objektive. Pse? Se në fund fare, mënyra se si të gjithë këta do bashkohen, atëherë dhe zotin Berisha e bën vulnerabël kashi të njerëzve që janë brenda Partisë Demokratike të ri, të cilët duan në mars, kështu si e the me regjistrin, po e bërën këtë, që unë s'e besoj ta bëjmë, po hajde gjithsesi themi që kanë marrë iniciativë pozitive, bën një regjistër me antarët e tyre dhe shkojnë në zgjedhjet e marsit për zotin Berisha. Unë do doja shumë që zoti Berisha të ishte prezent, po të garantonte një proces të rregull ligjor dhe zgjedhor brenda Partisë Demokratike, që ai të ikë nga politika me kokë lart, sepse deri më sot zoti Berisha çfarë ka bërë? Luftë të ashpër ndaj atyre të cilët donin me azgjësu Partinë Demokratike. Mos harroni një fakt konkret. Lufta që u bë Partisë Demokratike nuk është bërë një parti politike në Republikën e Shqipërisë. Asnjëherë nuk është bërë. Pra duke instaluar një regji totaliste, e cila çfarë bëri? Një ambasadore të shkonte në dyert të një partie politike
Ajo nuk shkoi në dyrë të një vendit ku mbilte kanabis, apo nuk shkoi të një vend ku krimi organizuar bën namin. Mos them në qark, dihet kush qark është. Pra, nuk shkoi atje të luftoj, ashtu siç donte ajo të luftonte. Pra, Partia Demokratike ka kaluar situata shumë të vështira, po Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë parti historike në vend. Në rast se ka guxim dikush nga partitë e reja të mundi Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, pse mos ta bëjë, nuk e ndalon asnjëri. Po thjesht duhet të frymëzosh, jo të thuash, ai hajdut, unë jam i ndershëm. Nuk shkon kjo. Pra, nuk mund ti të paragjukosh. Avokat, si mundet që opozita të ngrej qytetarët në Partia Demokratike jo opozita. Pra, opozita është një tërësi. Partia Demokratike si forca më e madhe opozitare i takon edhe detyra që të bashkojë opozitën edhe i takon për këtë janë. Por, për aq kosa nuk bën bashkë partitë e reja, apo nuk është një frym e re ndryshe, apo një alternativë ndryshe për qytetarët, si do të mundet që në 24 janar të mbledhin sa më shumë qytetarë? Partitë e reja çfarë presin për shembull? Partia Demokratike ka mbledhur këta qytetarë, kanë qytetarë shqiptar. Tani, çfarë presin partitë e reja se nuk kupton? Ti shtrojmë tapetin e kuq që thënë hajde në çuna dhe goca brenda sepse këtu është bështatitësur institucioni i partisë? Jo. Politika është luftë betejë, idesh, vlerash, parimesh. Në rast ti këto 3 gjëra nuk di ti se si ti komandosh, edhe pret ti që të vi një person të thotë tani, hajde ti të shoh se erdha unë jam më i bukur dhe unë jam më i mirë dhe tani ti po bë deputet. Nuk shkon kështu. Ju e pat shumë mirë rastin e zotit Lapaj. Modeli i ri ishte futi gjithë familjen brenda. Ka modeli i ri më fut gjithë familjen brenda, po mirë, po mori pushtet ai do fusi gjithë fiset dhe gjithë farefiset. Pra e kuptoni situatën. Ajo ishte po si ishte ajo, nuk ka, ai ishte gabim fatal. Ti kur nuk ke besim tek njerëz që ty të afrohen, pra ti më blokon mua atë listë dhe ti dështove. Ajo në të dyja anët ishte keq. Ishte keq ajo. Për ta analizuar. Po strategji sepse gjërat do dilin në listë hapur. Por ama nuk kishte besim të njerëzit që ka në atë parti, që ti vendoste në ato listën e mbyllur, sepse kishte hallë se ndodhte ajo që ndodhi, që nuk ikin ata, pikërisht. Dhe vendosi familjar. Dhe në analizën tjetër është që po edhe kur të vinë në pushtet, s'do ketë besim të tjerët. Ai do bëhet një parti familjare, një shtet familjar. Kjo është që s'kan zero mendësi në politikë në afat gjatë. Kështu që prandaj themun, këto argumentat janë të kota, në qoftë se ata do kishin njëjtin qëllim të përbashkët, pra për të vendosur në një front kundër qeverisjes aktuale, atëherë do bëshin bashkë dhe se cila mbronte kishte atë zërin e saj brenda atij koalicione apo aleancë, ta them me që s'janë koalicion, brenda asaj aleance ka secili dhe palët po bëjnë opozitë. Dhe ata Lapa i ka më shumë se një muaj që qëndron para kryeministrisë, pra praktikisht po bën të njëjtën foltore të saktësojmë zoti Berisha. E ka kthyer në një lloj, po themi, stacioni aty ku çfarë do ndodh. Me 3 veta, me 4 veta, dakord. Jo, le të jenë edhe e drejtë e tij është, po kaq, nuk mund ketë qeveri teknike vetëm se kërkojnë 3 veta. Ku me një sekond të kemi një problem me mikrofonin. Edhe le të jenë edhe 3 veta, edhe 20 veta dhe 50. Nuk ka rëndësi kjo gjë. Në politik duhet të mësojmë dhe t'ia themi qytetarëve shqiptarë diçka që është e vërtetë. Në politik pa marrëveshje zotëri nuk ka rrugë tjetër, pastaj vjen arma. Pra, një sekond. Duhet bëjnë marrëveshje politike aktorët politik, se për këtë arsye janë të bëjnë marrëveshje politike. Por, kushti është që marrëveshje politike bëhet mbi parime, mirë, mbi vlera dhe mbi ato që besojmë ne, që janë çfarë? Llogaridhënie dhe transparenca. Në rastin konkret, në rast se zoti Lapaj nuk ka një platformë të qartë, duke thënë që unë bashkohem tek Partia Demokratike, si aleat që unë dua të jap këtë për të mirën e vendit për shkak se përballë nesh. Avokat, përveç partive të reja, pra zoti Lapaj, Shea e Qori e tjerët, edhe vetë brenda Partisë Demokratike ka ikje dhe marrje të këtyre votave, pra është lëvizja Saliani, pra që po bën praktikisht të njëjtën gjë që po bën zoti Berisha. Edhe kjo, përpos të gjitha sfidave që kishte Partia Demokratike deri tani, shtohet edhe kjo. Po, zoti Saliani unë e këshilloj të qëndrojë në Partinë Demokratike, mos të largohet në asnjë moment, sepse lufta brenda një partie që brenda saj duhet të mësojë të reflektojë dhe të demokratizohet, kërkon patjetër që zoti Saliani të vazhdojë
të gjithë përpjekjen e tij dhe sigurisht që aty kur zoti Sajani shikon gur, sigurisht të përgjigjet me një gjuhë më të mirë dhe më të bukur diplomatike, që t'japi edhe vetë demokratëve shpresën që unë nuk dua të hap një parti tjetër brenda pallatit të Partisë Demokratike, po unë dua që brenda Partisë Demokratike të instalojmë atë që duhet, fraksionet, demokracinë e brendshme, konkurrencën, debatin. Pra, në rast se zoti Sajani, se kam parë në disa raste që ka filluar gura hedhë flamur noka, ai shkon në njëjtin nivel. Jo, zoti Sajani duhet të qëndroj aty stoik, mos të lëviz, por thjesht çfarë duhet? Të kërkojnë ndjes demokratëve për një gabim fatal që ka bërë, që është kapur me shkop gome, nuk e më men, atëherë në Tarac kur bë konflikti midis Sali Berishës dhe atëherë Lulzim Bashë, që ai mbajti anën e gabuar. Pra, zoti Sajani duhet të shplaj përpara veten e tij mëkatet që ka bërë, se sigurisht falja pranohet, nuk është ndonjë gjë e keqe, por të paktën ti mos bie në shinat apo në gabimet që qëllimisht zoti Noka, i cili thot dhe tha gjën më të bukur, po ika unë, Rama arri në pushtet. Po mirë, nga 2013 deri më sot që ti je aty, Rama është në pushtet. Pra do të thotë që a do të mundet Sajani të marrë drejtimin e Partisë Demokratike? Shiko, unë do doja shumë të qëndronte aty dhe ta marri. Po, do doja shumë, sepse t'jemi të vërtet, zoti Sajani dhe çdo person i cili ka një program dhe do të shpëtoj Partinë Demokratike, sepse pikërisht Partia Demokratike është parti historike, duhet të qëndrojë aty dhe në asnjë moment mos të bëhet vegël dhe viktim e një konflikti të brendshëm. Thjesht të rrisi leadershipin e tij, në rast se nuk e ka krijuar akoma, por të vazhdoj politikbërjen e tij, po duke mos vajtur në nivelin e kundërshtarit brenda partisë. A është figura përbashkuese Sajani në Partinë Demokratike? Shiko, derisa në një moment ai më mbush sallat, i ardhshëm. Tani, a i mbush sallat, tani do të thot tani edhe si kur ti mbushi me fasoneri, apo si ti mbushi me militant Partisë Demokratike, do të thot a i mbush diçka aty. Merë njerëz. Merë njerëz. Pra do të kuptojmë dy gjëra që unë kam në mendjen time dhe pavarësisht që të njerëz s'ka politika kështu. Politika ka marrëveshje, mbi disa parime që tham, dhe politika ka shifra. Si do shkosh ti të marrësh votat në kotinë e votimit, duke thënë sa e bukur, sa e mirë është jeta, atëherë shko priftë dhe hoxh. Se nuk është kështu jeta politike. Ku me si leadershipin e ardhshëm të Partisë Demokratike, Sajani? Për momentin... Ose është ajo figura që i bashkon të gjithë demokratët? Në Partinë Demokratike shkohen për dhënë, pra në parti shkohet për një qëllim të përbashkët për të ardhur në pushtet dhe me një ideologji të përafërt. Çfarë i përbashkon ata është, po themi, kundërshtia ndaj qeverisë. Kështu që pse mos t'i bëjmë bashkë? Mund mos kenë edhe, mund mos përputhen 100% në ide, por kanë një qëllim të përbashkët që janë kundër. Pastaj këtu duhet bërë analiza kush maksimalizon më shumë. Le të dalin ata të cilët maksimalizojnë edhe le të përballen me njëri tjetrin dhe të njohin rezultatin dhe të shpërndahet, po themi, kompetenca apo përgjegjësia në bazë të meritokracisë. Sepse do vi pak të kajon të standartet që ndiqen në Partinë Demokratike. Por, a është tani, zoti Sajani patjetër që ka një lëvizje, nuk e shoh deri më tani që të ketë synim për një forcë të re, që të krijojë një forcë të re, po e synon brenda Partisë Demokratike, ka një lloj rrymë që e ndjek nga pas, se ka treguar, ka bërë deri më tani 4 ose 5 takime, nuk janë pak për një person i cili nuk është as deputet, as gjë për gjë, edhe antar kryesie nga grupi i WhatsApp-it e kanë përjashtuar, por është tjetër gjë. Pra, unë nuk do t'isha që të përjashtoj, pra ka një lloj sjellje agresive ndaj tij. Nuk e di se çfarë mund të ketë në prapavia apo çfarë gabimi ose ku mund të ketë shkelur në kalla dikush njëri apo tjetri, por shoh që Sajani po bën një tur takimesh. Në atë retorikën e tij nuk është se ka patur, po themi, për qarës apo kundër Partisë Demokratike. Ka kërkuar rizgjimin ose rifreskimin e saj. U sulmua në një farë mënyre, por... Shqeti kërcënim? Po, brenda Partisë Demokratike? Si kërcënime? Po partia për çfarë është kërcënuar? Për çfarë është kërcënim? Për çfarë është partia?
Duhet ketë kërcënim, konkurrencë e brendshme, kërcënim quhet. Tash neve kemi parë deklarata se ja po shkojnë SPAK ata. Po shkojnë a është një figurë që i bashkon demokratët sepse shpesh demokratët janë pasur. Po shkojnë në SPAK antarët e Partisë Demokratike për deklaratat që ka bërë, po themi, Gazmend Bardhi apo qoftë edhe hetimin që ka vetë prokuroria posaçme për këtë. Neve kemi parë në 2021 kur një pjesë ishte me Partinë Demokratike Zyrtare ku edhe zoti Bardhi përfshin atë, ishte te Partia Demokratike Zyrtare, nuk ishte te grupi që ju veçua me Berishën. Dhe, po, me rithemelimin, dhe kishte akuza politike, mati deri në akuza penale. Mi mbajmë në gjithë këto babi Zenit e gjitha me radhë. Po, kush do t'i bardhë tani? Dhe këto kanë sjell pasoja. Me gjitha të, pavarësisht kësaj, zoti Bardhi është kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike. Pra ti me këtë standard, kur Ervin Saliani dhe po të del, po them, po kërkon në ringritjen, riformatimin e PD-s, qoftë edhe po kërkon zgjedhje brenda PD-s, është legjitime i gjë aty, nuk ke pse ta sulmosh që banda, krimi, gjëra kështu, se në qoftë se ai mbledh aq njerëz sa i ka mbledhur kudo që ka shkuar, qoftë me pagesë, qoftë pa pagesë, nuk e diun çfarë akuzash mund të kenë. Kur ta vërtetojnë, atëherë e transmetojmë, e japim, e raportojmë një gjë të tillë. Derisa nuk e kemi të faktuar, po themi, qëndrojmë në akuza politike dhe përderisa ai mbledh njerëz ka një lloj rrymë që e mbështet, patjetër ai duhet të ketë vendin e tij në Partinë Demokratike. A është kryetar, a është po them antar kryesie, a është roja, apo ku ta di unë, këtë e cakton meritokracia, zgjedhjet që duhet bëjnë. E qartë. Avokat, një fjali të fundit. Jo, e vërtetë është që zoti Saliani për mendimin tim duhet konkurroj brenda Partisë Demokratike dhe duhet të japi shembullin që unë do qëndroj dhe do të jap tek partia frymëzimin dhe frymën e re që unë si i ri, pavarësisht se jam burgosur politikisht nga drejtësia e Partisë Socialiste, sepse gjykatësi që e dënoi zotin Saliani pjesë e Partisë Socialiste ashiqari, pra ne e dim shumë qartë nga ku vjen si vjen në shtëpinë e tij politike, sigurisht që edhe vetë gjykata e apelit ishte një pjesë e politikës, sepse mos harroni faktin që gjykatësi që e dënoi u bë antar gjykatës lartë. Pra do të thotë që ajo që unë them për SPAK-un dhe gjykatën është e vërtetë kjo. Pra çfarë? Konkretisht ne kemi të bëjmë me një regjim drejtësie dhe këto janë të provuara. Dhe ne çfarë duhet t'i themi çdo demokrati të ndershëm i cili don të mirën për partinë e tij politike? Çfarë? Prano konkurrencën brenda një partie politike, duhet të maten me rregulla. Rregullat i vendos statuti, por frymën e jep kryetari aktual që është zoti Berisha. Prandaj që të konkludoj, unë dua të them tek ju që përgjegjësia politike mbien mbi zotin Berisha për të garantuar një proces të rregullt brenda Partisë Demokratike dhe për mendimin tim të garantoj që kryetari i ardhshëm të jetë një person i cili nuk do të jetë i përlyer në të shkuarën. E qartë. Avokat, faleminderit që ishe në studio, ku me faleminderit, ishte kënaqësi. Shkojmë në publicitet, do të rikthehemi vetë pas pak.